Gjaja kryesore që e mësojmë është respekti. Edhe ajo është diçka që na shërben neve si njerëz për gjithë jetën. Disiplina e hekurt. Disiplina e hekurt, siç e kitoni më herët. Parimet e mia kryesore kanë qenë disiplina e hekurt. Pas përfundimit luftës ka dalë një gjenerat e cila është rrit në luftë, më thonë. Majlinda ka linë vitin 1991, Nora në vitin 1992, Distria në vitin 1995, dhe më thonë kur në Kosovë ka pas luftë, kur në Kosovë ka pas kushte jashtëzakonisht vështira në sport, edhe faktikisht kjo gjenerat ndoshta ka qenë shumë e lehtë me u menaxhu, shumë e lehtë me i apliku ato parimet e mia disiplinës hekurt, sepse kjo gjenerat ka pas motiv të jashtëzakonshëm që ti dëshmojmë botë sa shumë e kemi desh lirin, sa shumë e kemi meritu lirin. Si garuse prej sportit gjodës në radhë të parë, ose gjaja kryesore që e mësojmë është respekti. Edhe ajo është diçka që na shërben neve si njerëz për gjithë jetën. Përpos kësaj sigurisht që është disiplina. Disiplina e hekurt, siç e kitoni më herët, edhe treta për mendimin tim është vetbesimi. Nëse unë nuk i kisha pas këto 3 komponenta, jam shumë skeptike nëse i kisha arrit rezultatet cilat i kom arrit në sport. Prej Kosovës me u bu prej qytetit Pejës, me u bu kampione e 4 fesht evropiane, kampione e 2 fesht botërore, kampione olimpike, mandej me hy në libër të Genisit për mas shumë të medalje të artat fituara për një dekad. Nëse nuk i kisha pas këto 3 komponenta, sigurisht që këto rezultate kishin me qenë të pamundura.